Pas një muaji hetimesh me metoda proaktive, është finalizuar operacioni policor i koduar Lekaj, që goditi një rast të kultivimit të bimëve narkotike në Kavaj. 2 persona kanë rënë në pranga nga uniformat blu, pasi kishin kultivuar bim kanabisi në 8 mini parcela, gjithsej 1200 bim në kodrat e fshatit Lekaj, pranë depos së ujit të këtij fshati. Të arrestuarit janë shtetasit me iniciale DM 59 vjeç, banues në Lekaj, dhe shtetasi tjetër me iniciale AH 36 vjeç, banues në Donofros të Beratit. Ndërkohë 2 persona të tjerë me iniciale RK dhe EK janë shpallur në kërkim, për ta nuk jepen të dhëna të tjera për shkak të ecurrisë së hetimeve. Gjatë kontrolleve në banesa dhe në ambiente të ndryshme, policia ka sekuestruar 20.000 euro dhe 1.000 fara kanabisi, një armë sportive me municion, si edhe sende të tjera të kundërligjshme. Një pjesë e bimëve narkotike u sekuestrua si provë materiale, ndërsa pjesa tjetër u asgjësua me djegje në vendngjarje. Ndërkohë, policia ka njoftuar se po vjen punën për të kapur shtetasit e shpallur në kërkim dhe për të dokumentuar të plot veprimtarinë kriminale.